i brendshëm i tillë saqë si një reaksion i ndërhyrjes potenciale të perëndimit dhe Shehbaz në zhvillimet e brendshme në Iran dhe për këtë arsye ai mund vot kërcënim qoftë për linjën e mesme përmes riaktivizimit të proksave të vet Hezbollahve aty të Vuthit, po sikundër edhe situatës në Gaza, po edhe goditje potenciale që mund i bëjnë në pjesën perëndimore dhe lindore të Gadishit, ngushticës së Hormuzit dhe gjithë interesave po themi ekonomike, ekonomike dhe strategjike të Shehbaz në lindjen e mesme, kemi parasysh ato që kanë të bëjnë me bazat e saj, sepse kështu ka deklaruar regjimi i Ayatollahëve që në rast se do të përshkallëzohet ndërhyrja Shehbaz në vend, atëherë ato kundërreagimi do të jetë i shpejtë dhe proporcional në kuptimin e goditjes edhe në interesave amerikane këtu dhe për atë themu që Shehbaja nuk ka shumë e interesuar për ta përshkallëzuar këtë, por e monitoron e kontrollon dhe nga ana tjetër përdor edhe gjuhën diplomatike, deterrencën, përdor edhe presionin, kuptohet gjithmonë funksion duke e testuar regjimin e Ayatollahëve para se sa i prishte dhe sa i qëndrueshëm ai mund të jetë përballë protesta, por përballë një përshkallëzimit të saj. Kemi parasysh që kjo situatë nuk erdhi e rastishme, pa kjo është erdhi për shkak të asaj ndërhyrjes kirurgjikale që Shehbaja bëri ndaj bazave apo ta shqyrtër burimeve kryesore potenciale të prodhimit të armëve bërthamore dhe që çojnë një përshkallëzim edhe të pakënaqësisë apo të reagimit popullor që u shoqërua me këto protesta masive gjithandej. Dhe me një bilans deri tani tragjik për sa i përket numrit të vrarëve, po edhe të arrestuarve e kështu me radhë. E shërzoj Lizi, nga ana tjetër opsionet amerikane përfshin këtu jo vetëm sulmet ushtarake, por edhe ato kibernetike, sanksione dhe mbështetje teknologjike për protestuesit në Iran. Mendoni se tashmë po ndryshon mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërhyjnë në krizat e brendshme të shteteve armike? Jo, ndëror, kjo nuk është risi, don deterrencë gjithmonë e ka përdorur Shehbaja në sidomos në këto vendet e trazuara më tepër në një vend që shihet si kundërshtar dhe armik interesave amerikane dhe kuptohet gjithçka është një strategji bashkërenduese veprimeve që merr qoftë në planin diplomatik duke izoluar edhe ato politik duke nëncu, sikundër ato ekonomike, nga ana tjetër dhe mbështetjen që ai jep grupeve opozitare. Kemi parasysh mbështetjen që i ka dhënë opozitës iraniane Shehbaja, që ka qenë po themi një krijuesja dhe mbështetja kryesore, por edhe gjithë faktorëve relevant të cilët kërkojnë një demokratizim të situatës atje. Por se sa efektive do të jetë kjo ndërhyrje, kjo ngelet për koha për ta treguar, sepse kjo parasysh që Irani ka një histori dhe trashëgimi pushteti dhe qeverisje të vjetër, tradicionale dhe nuk besoj që këto regjime bin kaq lehtë, as më tepër të cilët janë disa shtylla të cilët e mbajnë këtë regjim në këmbë, të cilët koha e ka treguar që pavarësisht luftave dhe përjetimeve që kanë pasur, ato i kanë rezistuar testeve të kohës. Kemi parasysh që ndërhyrja që i bëri Shehbaja qoftë në lindje mesme me qoftë në Libi, në Irak, po edhe në Afganistan, e cila në farë mënyrë ishte një strategji bashkërendësuese e veprimet të saj ndërhyrjes ushtarake, diplomatike, po edhe atyre elementeve të deterrencës në tërësisht, ato që u përmendën, dhe koha ka treguar që nuk ishin suksesshme pavarësisht problematikave të hasura, dhe këtë pam në sysh që elemente të deterrencës, shtimit presionit ekonomik, po edhe aty potencial ushtarak të ndërhyrjes në mbrojtje të interesave protestuesve, kuptohet është një presion i shtuar që i bën në Shehbaja regjimit të Ayatollahëve në funksion të nxitjes dhe përshpejtimit të proceseve demokratike dhe të rrëzimit saj. Por nuk e di nëse kjo është një skenar që mund të flitet me një siguri që mund të realizohet, sepse do parë edhe në harmoni të plotë edhe me interesat e faktorëve dhe aktorëve të tjerë të cilët janë mbështetjet e Iranit. Kemi parasysh që pas tij është Rusia, e cili nuk lejon që të aleati i tij të dobësohet dhe të krijohet terren dhe vakum një kundërshtari potencial si Shehbaja, aq më tepër edhe Kina, janë këto dy të fundit që e mbajnë të fortë të regjim në mbështetjen e tyre përpavi dhe me gjithë format e saj mbështetëse, dhe kemi parasysh që përplasin dy botë, nuk është thjesht vetëm një Iran dhe Shehbaz dhe perëndim, po janë dy sisteme të ngritura në përplasjen e tyre gjeostrategjike për një përpjekje për një rikonfigurim të rendit dhe sistemit të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili po përshpërfaqet
sepse janë këto elemente të cilët edhe u analizuan, por edhe që janë trajtuar më parë, të cilët koha po i tregon që ky sistem tashmë i pas luftës dytë botërore po sfidohet pikërisht nga këto, qoftë rasti i Grenlandës, rasti i Venezuelës, rasti i Krimes, rasti i Ukrainës, rasti i lindjes mesme i Gazës. Kemi parasysh për ato parime me të cilën është ngritë drejta, parimi i vendosjes, parimi i lirive themelore të drejtat njeriu, parimi i sovranitetit, integritetit, ku po prevalojnë interesat gjeostrategjike të mëdhenj në raport me këto drejtat e këtyre vendeve. E qartë. Mirë, zoti Rezi, pyetja e fundit për ta mbyllur, shkurtimisht ju lutem. Ndërka e SBA përdorin edhe ashtu si e dim tashmë presion ekonomik dhe ushtarak njëkohësisht duke goditur këtu aleatët e Venezuelës. Ju si keni parë të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur tashmë në Venezuelë dhe njëkohësisht dhe arrestimin e presidentit Nicolas Maduro? E nderuar, kur doli strategjia, u proklamu strategjia e re e sigurisë kombëtare të SBA-s, apo është që quhet doktrina e re Trump, kemi parasysh që në prioriteti kryesor ishte America First dhe rrugja e ndikimit të Amerikës në hemisferin perëndimor, që kemi parasysh gjithë të shtetet e Amerikës Jugut, të cilët i kishin dallime ideologjike, por ishte pengesa kryesore e shtrisë dhe ndikimit së SBA-s në gjithë Amerikën, dhe Venezuela ishte porta e parë dhe kryesore hyrëse, të cilët ishte bërë pengesë për shkak të historicizmit të saj, për shkak të aleancës që kishte me Rusinë dhe ndikimit të gjithnjë rritje të SBA-s, dhe kuptohet kjo është edhe një strategji në funksion të arritjes së këtyre objektivave dhe konkretizimit të platformës dhe strategjisë sigurisë kombëtare, por ta përdoret edhe për një strategji e qëllimshme për të rrezuar kësaj edhe gjithë aleatët ideologjik të Venezuelës dhe të Rusisë dhe Kinës, të cilët janë pengesë të shtrisë dhe ndikimit të interesave amerikane në këtë zonë. Dhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore përpos atyre ekonomike, dan kryesore është çështjet e sigurisë dhe tjerat janë derivative, dhe nuk mund të thuhet thjesht për atë që Venezuela ishte burimi kryesor i resurseve të naftës, por ishte çështjet e sigurisë. Në marrëdhëniet ndërkombëtare sot prevalojnë çështjet e sigurisë, dhe do pa që edhe efektet zinxhir që ishte rasti i Venezuelës rënë saj, arrestimi i Maduros, i cili nga ana e qeverisë amerikane u menaxhua me kujdes, në kuptimin u pasi një operacion special, në kuptimin e ekzekutimit, një titull ekzekutiv që ka të bëjë një masë sigurie, në raport me justifikimin apo ekspozimin e delegitimitetit e ndërhyrjes ushtarake, për shkak se u cënu kjo drejta ndërkombëtare, u cënu rregullat e saj si një pushtim, si një aneksim, apo si një cënimi sovranitetit. Dhe këtu mendoj që ishte kujdes me shtëpia e bardhë në ndërmarrjen e këtij aksioni, duke lënë dorë tashmë edhe duke kontrolluar përjashtë përmes po themi besuarve vetë këtë pjesë të hemisferës perëndimore, por që mesazhet të jepen në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur gjuhën e presionit, gjuhën e forcës, gjuhën diplomatike, instrumentat të cilët SBA-ja kërkon ta dominojë edhe këtë pjesë, dhe kjo është arsyeja që përmes saj efektet do të vinë zinxhira. Kemi parasysh edhe një tulatje apo një dobësim i qoftë situatës në Kubë, retorikës që përdoret po ashtu edhe për Kolumbinë, dhe kemi parasysh apo goditjet që u bën sistemave dhe interesave ekonomike të Rusisë dhe Kinës, për t'ju thënë aty mesazhin e fortë që kjo është kufir dhe në zona ime influencës dhe s'keni punë. Kjo ka qenë ajo thelbi i kësaj strategjie, e cila lidhet me atë që zoti Trump me të drejtë ju rikthyi doktrinës ka hershme të SBA-ja First, në formën e tij duket paksa arrogante, jo etike dhe morale, por që është legjitime në kuptimin e mbrojtjes interesave të sigurisë së SBA-s. Mirë, zoti Rezi, kemi arritur në fund. Ju falenderoj për gjitha informacionet që ndatë sot me mua. Të përshëndes, merci për ktesën, edhe për kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistët, do të bëjmë një pushim të shkurtër, pas do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë.